Interesant, adhurimet në Islam janë dy lloje. Një adhurim me bë me dy niyet. Mirë, po kur të vim te Arafati, Arafati do të më agjëron vete. Pyetja e fundit, thot, hoxh jam të ngjinu ditët e Ramazanit si më kanë me borxh. A është më mirë si pingjinoj që të ditë? Mirë është. Domethënë nëse e ke zgjedh me agjëru këtë ditë, mirë është, mirë, po ditën e Arafatit mos e le me dy niyete. Domethënë ditën e Arafatit, sepse interesant, adhurimet në Islam janë dy lloje. Mirë të përgjithshme. Jo farzë sunete, po në ndomje tjetër duhet me bë. Lloji i parë i adhurimeve është që Allahu e kërkon që në formë caktuar të adhurimit. Për shembull, suneti i sabahit. Suneti i sabahit është adhurim ta zom shemb, do mos i shembull më. Adhurim që kërkohet si sunet, domthonë asnjë formë tjetër nuk e zaventson këtë. Në anën tjetër janë disa lloje të adhurimit që Allahu kërkon, lloji i adhurimit muarrit. Nuk është me rëndësi emri si emër. Për shembull, agjërimi vullnetar, nafile. E zgjedh një ditë dhe agjeron të. Domthonë kjo është sunet, domthonë sunet i përgjithshëm që mos mu shkëpu të njerëzit prej formës së adhurimit përmes agjerimit. Përderisa dita e Ashurës, agjërimi ditës së Ashurës, agjërimi i Arafatit, ditë e Shevalit, këtu janë ditë të cilat kërkohen si ditë, adhurimi këtyre ditëve. Jo veç adhurim, veç agjërim. E përderisa është këtë formë, atëherë nuk mund të bëhet me dy niyete. Për shembull, dikush thotë unë po agjëroj edhe ditën e Shevalit, edhe Ramazanin që vajt. Jo, domthonë duhet mendoj sepse si cila është e kërkuar veç e veç. Ose thotë unë po agjëroj edhe Arafatin edhe një ditë që më ka mbet për Ramazan. Jo. Ramazani kompenzon veç, Arafatin veç. Në këtë formë, sepse secili agjërim në këtë rast është i kërkuar veç e veç. Përderisa agjërimi tonë së tëjtës për shembull, është i kërkuar si tërësia e adhurimit. Për ata lejohet, për ato i cili kanë me ditë e Ramazanit, me zgjedh tonën e tëjtën. E agjeron me dy niyete. Kompenzim të Ramazanit, por që është hanë edhe ajtë dhe me lejen e Allahut i arrin dy shpërblime. Ose dita e Arafatit bën tëjtën, ose bën tonën. E agjeron si dita e Arafatit ose si e hanë. Këtë rast prish punë, sepse njëri niyet është i ngushtë, Arafati, njëri niyet është i gjanë, agjerim. E kështu që këtë ditë mundesh me agjeru ditë e Ramazanit, edhe si ditë Ramazanit, edhe si ditë të Dhulhijhes, mirë, por kur të vim te Arafati, Arafati do të më agjeron vete. Dita e Arafatit është e kërkuar kështu, me emër. Dita e Arafatit. Jo agjerim, dita e Arafatit. Kjo domosdoshmë është ajo që e kanë shpjeguar dietarët sa i përket bashkimit të dy niyeteve me një punë. Domthonë një punë me bë me dy niyete, një adhurim me bë me dy niyete.